Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke trajtuar një cikël të hutbeve të titulluar me një shkollë të veçantë. Mirë, po me që jemi në fund të vitit, në këtë hutbe do ta trajtojmë një temë tjetër për të vazhduar me lejen e Allahut me ciklin e hutbeve nga java që vije. Të ndershëm vëllezër, kjo është hutbja e fundit për këtë vit kalendarik gregorian 2025. Dhe natyrshëm që përkon që ne ta e bëjmë një kronologji të ndodhive në pika shumë të shkurtra dhe të përcjellim mesazhe me që po përmbyllet një vit kalendarik, të shohim se ku jemi dhe si e kemi gjendjen, praktikisht pra tjetë një lloj stacioni jetës për secilin prej neve për të pa dhe për të meditu. Mirë, por më lejoni që fillimisht në radhë parë që shprehim mirëseardhje vëllezërve tanë nga Mërgata. Mirë se keni ardhur të gjithë që jeni këtu dhe ata që po na përcjellin përmes rrjeteve sociale, u shprehim mirëseardhje në vendlindje, lut Allahun që të kaloni çaste të mira në familjet e juaja dhe gjithsesi që ky mesazh është i vazhdueshëm nga ana jonë, që ju vazhdimisht të vizitoni familjen sepse jeni pjesë e kësaj shoqërie. Patjetër që keni kalu vite dikush prej juve të gjata në gurbet, edhe i shihni ndryshimet, po mos na gjykoni me standardet të dyfishta. Na që shtu jemi mësu me jetu dhe bënu të kënaqur në vendlinë e ju, ashtu qysh po na gjeni. Sepse këtu çdo gjë, siç edhe thonë, çdo gjë është e mirë, sepse është vendi yt, është familja jote, është farefisi yt, prandaj edhe gëzoju pasurisë, familjes, mirësive që në këtë vend. Kështu që gjithsesi që në vazhdimisht bëj thirrje që Mërgata vazhdimisht vije, pra të viziton vendin, familjen, farefisin e kështu me radhë. E pastaj të ndershëm vëllezër. Kanë kaluar 365 ditë parafërsisht, po kalojnë, dhe është krejtësisht e natyrshme që të kemi edhe ndryshime. Dhe kjo gjendje përcjell mesazhin e kujdesit dhe të përgjegjësisë, që do të kemi kujdes me jetën, po edhe kemi edhe përgjegjësi. Për 365 ditë vëllezër jemi më të moshuar. Për 365 ditë na u ka marrë nga kontoja e ymrit ton. E pra ka logjik me festu, që i po bëhemi më pleq e më të moshuar. Pra të ndershëm vëllezër, kalimi i ditëve është përgjegjësi, largohen mirën prej kontos, domethënë çështja më e vlerë ose pasuria më me vlerë. Llogarit sikur dikush t'i merr nga kontoja jote shumë të parave të mëdha që ti ke der mund. Jeta është për te kësaj. Andaj të ndershëm vëllezër, për të pasë për çka duhet me festu, duhet më kthy në originalitetin e festave që i kemi, dy festat fetare që i kemi, vjetore. Na festojmë për Fitr Bajram pas një lodhje dhe sakrifice të mëdha që kemi bën Ramazan. Pas një investimi të madh që kemi bën. Po ashtu festa e Kurban Bajramit, pas një lodhje sakrifice të kryerjes së haxhit ose therrjes së kurbanit. Mirë, po me festu dikush pse i kalova 365 ditë shkun, kjo domethënë mbetet një pikpyetje e madhe. Pastaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që mbrana vitit ka aktualitete që nuk na premton koha me i trajtu të gjitha, mirë po themi se gjithsesi që edhe ky vit që po e lëm pas, ka shqetësimet e veta, ka dhe progresin, kemi edhe progres, ka dhe hajër, ka dhe të mira, nuk duhet shikuar gjërat vetëm nga kandi negativ, mirë po me që të mirat janë më shumë dhe problemet janë më pak, ne duam që të jemi edhe më të mirë. Pra edhe ky vit na ka shoqëruar me shqetësimet e vrasjeve, e vetvrasjeve, e tentimeve të vrasjeve, fenomene që nuk na përkasin neve, nuk kanë qenë të njohur të partë tonë. Prandaj të ndershëm vëllezër, po i thirrim mendjes dhe po e ftojmë shoqërinë, po përcjellim mesazh që vërtet edukimi fetar, shpirtëror, rregullon pra të gjitha segmentet e jetës,
e në radhë pari ka dhënë rëndësinë më të madhe faktorit njeri, rujtjes së jetës së njeriu. Pastaj të ndershëm vëllezër, kemi edhe shqetësime të tjera që patjetër duhet t'i cekim sepse është në interes të gjithëve. Prej shqetësimeve që janë të fundvitit tani po i ceki 2 për ta përmbyll sepse koha nuk na premton shumë u zgjeru, ata që kanë jetuar më herët para luftës së fundit në kohën e komunizmit, zakonisht është përmend ka funi vitit viti i ri. Çështo është përmend zakonisht për vit të ri, po shkoj për vit të ri, po vi për vit të ri e çështo. E tash ka ndryshuar hesapi. Tash nuk po thuhet më ashtu, po thuhet për festat e fundvitit. E kjo për mua ka kogja një pikpyetje të madhe. Ka dal, po ambientohet kjo sikur festat që s'janë tonat, as fetare e as kombëtare, po bëhen pjesë e një përqindje që jemi afër 95% musliman. Vëllezër, kjo kërkon vëmendje, kjo kërkon kujdes. Pra, po ka të drejtë dikush me festu, sepse janë krishterë, kanë të drejtë ata. Mirë po namën të shumicës absolute të trajtohet në për media, në për urata, në për anej festat e fundvitit. Ma nuk e shek kërkon të thonë viti i ri. Pra vëllezër, kjo është çështje që normal prekmi për shkak se ne kush sa po urohet Bajrami, sa po vlerësohet Bajrami e kështu me radhë. Dhe shqetësimi tjetër është në për shkolla, që po ndodh viteve të fundit, sidomos edhe këtë vit, se shpërndarja e dhuratave për fundvit. Mranën shkolla prej mësuesve dhe kur pyeten thonë po e përfundojnë gjysmë vjetorin. Po tash a ma logjike me shpërndar dhurata kur të kryhet viti shkollor apo tash? E shpërnda për shpërndalet, shpërndan për bajrame. Kur morë iniciativë për shembull shkollat me shpërnda dhurata për bajrame ose kur u përfundoi viti shkollor. Vëllezër, këto gjëra fillojnë dal nga dal, por dikur bëhen rutinë. Prandaj ne jemi gardian të vlerave, edhe fetare, edhe shoqërore, edhe kombëtare, edhe kulturore, do të jemi pra objektiv, të shohim gjërat me synin e objektivitetit, sepse po futen gjëra që s'janë tonat. Pra ne kemi fen ton, e kemi kulturën ton, e kemi traditën ton, pra të ndershëm vëllezër duhet jemi vigjilent për me i rujt vlerat. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, njeriu më i urryer te Zoti është ai i cili i përcjell kulturat e ignorantëve ose i pason kulturat e ignorantëve. Andaj të ndershëm vëllezër, ne jemi popull me vlera, jemi popull që kemi sakrifikuar, që sot ne t'i ruajmë të gjitha komunitetet i ruajmë vlerat e tyre, por këto sikur po shkojnë në emën të shumicës absolute të vendit tonë. Pastaj të ndershëm vëllezër, në kuadër të kësaj, gjithsesi duhet me cekë si shqetësim investimin e pavend që po bëhet për fund vit. E që une tash këto kemi prej mërgatës që kanë ardhur, këta e din më mirë, po dhe une po vi prej mërgatës. Nuk pisha qito zbukurime, e qito drita, e qito investime në Evropë që ata edhe janë krishterë. Nuk i kanë qito investimet e tona këtu në Kosovë që i kemi. A thu valë, në cilin në ranë po rënditemi ne në gjendjen ekonomike, me të fundit. Papunësimin në kulum, problemet e mëdhaja, sa që shoqëria, a i ka shoqërisë po del në Evropë. Kurse në anën tjetër, luksi që po teprohet tek ne, ka mi orientu qito. Do të flas pak më vonë ku do të me orientu këtë. Mirë po themi, sikur këto investime që po investohen pa nevojë, ti kishim investu në xhamia, në fabrika, në shkolla, në institucione, ku kishim emrina? Po thëm në xhamia, sepse vetmit ju jeni që po ndërtoni xhamia. Nuk ndihmohet xhamia për asnjë institucioni. Prandaj xhamia është në radhë parë. Sikur këta persona se muj me thonë leshëm në është 100% janë musliman, por rreth xhamisë këtu që investojnë me 1000 euro paguajnë në muj zbukurime pa nevojë. Sikur të kishin dhënë për xhami, ose për shkollë, ose për rrugë, ose për ambulant, për spitale, ku do të kishme mri shoqëria jonë. Andaj të ndershëm vëllezër, e po kujtoj vetveten edhe juve, dhe ata që na përcjellin me thonin e pejgamberit alayhis salam, nuk do të lëvizi biri i Ademit në ditën e gjykimit derisa të pyetet. Ku e ke kalu rinien tënde? Ku e ke shpenzu jetën tënde? Ka e ke fitu pasurin tënde dhe ku e ke investu? Qitojnë gjëra që nuk do të lëvizim pa u marrë në pyetje. Dhe ky mesazh na përkujton dy gjëra me rëndësi. Në një, na përkujton ditën e gjykimit.
na përkujton kthimin te Allahu xhelle xhelalu. E Allahu në Kur'an suratul Baqara thot: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah." Frigoni një ditë që keni mu kthy tek Allahu. Thumme tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. E pastaj secili ka me marr hisën e asaj që ka fitu dhe nuk i bëhet pa drejt askujt. Vëllezër të ndershëm, qoftë edhe një dritë, një ndryshim që bëhet i veçantë këtyre ditëve, është me kosto. Edhe te Zoti, po edhe në aspektin ekonomik. Është me kosto. Dhe çështja e dytë është m'ia përkujtu vetvetes përgjegjësinë që e kemi para Allahut xhelle xhelalu, se do të dalim para Allahut dhe kemi llogarit. E Allahu xhelle xhelaluhu dikujt do t'i thënë ditën e gjykimit: "Waqifuhum innahum mas'ulun." Nalni qitasa me këta kena punë. Vëllezër, llogaritni ditën e gjykimit. Njerëz ka që kalojnë pa unal, pra pa procedurë, dhe me të nalë Allahu pse e ke boni diçka në pakujdesi, e ke boni diçka pa një adresë caktune. Pra krejt që tu determinojnë të ndershëm vëllezër që unë kështu e kum kuptu këtë mesele, qysh e kum kuptu me përgjithësi pja thëmë edhe juve. Në ditën e gjykimit janë dy peshore, s'ka tretë. Peshorja që i matë veprat e mira edhe peshorja që i matë gjunahat veprat e këqija. Tregom tani ti, shpenzimi që i bën për fund vit, në cilën anë do me qitë? Ku merr pjesë që kjo? Nëse thut se vapos, këto 100% po thonë që ja ke huq. Nëse mendon që investimi, që to zbukurime e kanë vendin të sevapën ditën e gjykimit, me konsenzus dietarë po thonë që ja ke huq. Edhe s'ka tjetër pas dytës. Andaj, të ndershëm vëllezër, duhet jemi vigjilent, duhet jemi të kujdesshëm. Unë e fola më herët për jetimin, llogarit që to shpenzime që janë milionçe, s'po flas për fishek zjarr tani. S'po flas për to, janë shpenzime milionçe e me kosto të jetave të njerëzve nganjëherë, me plagosje po shoqëron edhe madje edhe me vdekje. E krejt që to, ku e kanë venin, cilën anë të kanarit e kanë venin në ditën e gjykimit. Nëse thot dikush po valla sevap hoq, e kom jetë me bë sevap, ai ja ka huq sa majron se sa që është. Pra është veç ana tjetër. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm të ndershëm vëllezër, sepse vlerat me të cilat Zoti na ka porositur janë vlera shpirtërore, janë vlera njerëzore, humane, pra kemi me pak fjalë, kemi ku me i shpenzu ne resurset tona. Pasurinë që Zoti me të vërtet me bollak, falë Allahut na e ka qu. Pas luftës duhet me shun rrugë mirë, sepse mund të na kthehet në bumerang ndonjë ditë kjo. Lutim Allahun e Madhreshëm të na vetë dison, të na përmison, të na rregullon, të pranon për neve dhe juve veprat e mira. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falë për vetë dhe për ju kërkoni edhe falë sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, si zakonisht edhe në viteve të kaluara, me që është hutbja e fundit e këtij fundviti, kemi përmend, ju kemi përkujtu me kontributin tuaj që e keni bërë këtu në xhami, patjetër krejt kjo që e shihni prej rrymës e ngrohjes e pastërtisë e aktiviteteve janë rezultat i kontributit juaj. Pra, krejt këto që e shihni dhe që ndëgjoni, edhe prej ligjëratave, thaneve pas qetësisë, shtuneve pas sabahut, mësimi i fëmijëve të shtuneve, e mësimi i rinisë, pothuaj që çdo ditë këtu në xhami, dhe aktivitete tjera kulturore, duke mos e harru dhe duke përkujtu mërgatën që këtu i keni derën e hapur në muajin gusht, xhamia pra e hap derën për mërgatën në fillim të gusht çdo vit, e shumë aktivitete tjera kulturore që bëhen, ky është investimi juaj. Lusë Allahun xhelle xhelaluhu që t'ju shpërblen për çdo cent që e keni investu, sepse vërtet është mund, është sakrificë juaja, por është edhe çështje që shihet e fatlum janë ata të cilët kanë investu, sepse çdo kush që falet këtu dhe përfiton nga xhamia, ai që investon edhe në aspektin material, pra shpërblehet me shpërblimin atij që përfiton. Lusë Allahun xhelle xhelaluhu që të na mundëson edhe më të përmirësohemi, edhe më të përfitojmë. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që këto të mira që Allahu na i ka qu, ti jetësojmë dhe të jetojnë bashkë me neve gjatë, mos t'i merr Allahu xhelle xhelaluhu, por të jenë pjesë e jona. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që shoqërinë tonë ta e përmirëson, rinjin tonë ta e vetëdison. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që udhëhecat tonë t'i përmirëson, t'i vetëdison, të marrin përgjegjësi dhe ta dinë se kanë përgjegjësi edhe para Zotit, edhe para njerëzve për përgjegjësi që kanë marrë dhe postet që kanë. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që edhe ne të jemi kontribues të mirës, sepse ky është vendi ynë, kjo është shoqëria jonë,
ne duhet për secili prej neve për të kontribuojmë me aq sa kemi mundësi dhe dim që ta e përmirësojmë shoqërinë tonë në pore të ndryshme. Lutim Allahun për pranim të veprave që i kemi bërë gjatë tërë vitit, të gjitha veprat e mira. Allahu na i tejkalon gabimet tona dhe lëshimet tona. Lutim Allahun që viti i ardhshëm të jetë viti i suksesit, edhe më i mirë, edhe më i marrë, edhe më i suksesshëm. Lutim Allahun që ti tejkalon kriza dhe vështirësitë edhe në vendin tonë, edhe në vendet e tjera ka të qenë muslimanët.